Studentët e Universitetit Politeknik do të kenë mundësi të përgatiten përmes praktikave të paguara të punës, me qëllim aftësimin e tyre profesional si dhe njohjen nga afër në terren të gjitha proceseve të zhvillimit të infrastrukturës. Kryeministri Edi Rama i pranishëm në Universitetin Politeknik së bashku me ministren e infrastrukturës Belinda Balluku nënshkruan marrëveshjen mes ministrisë dhe këtij institucioni të arsimit të lartë në vend. Ne duam që të artikulojmë edhe më shumë programe të posaçme të kësaj natyre, për t'i dhënë mundësi të gjithë atyre që studiojnë në universitet që të fillojnë të materializojnë një perspektivë të nesërmes pa mbaruar ende studimet dhe që të përfshihen në praktika pune të cilat ju hapin atyre këtë perspektivë. Programi praktikës paguar parashikon vendosjen para arshës në fazën e parë të 10 praktikanteve me kohë të plotë. Në varësitë e ecurisë programit, ne do të jemi në koordinim të vazhdueshëm me Bankën Botërore për ta shtyrë në kohë dhe për të rritur numrat e praktikantëve që do të atashohen autoritetit rrugor shqiptar. Kryeministri Rama u bëri thirrje pedagogëve dhe studentëve që të angazhohen sa më shumë për të integruar në hapësirat e universitetit komponentin e inteligjencës artificiale. Në çdo universitet ne të krijojmë sa më parë hapësirat për t'i dhënë mundësi pedagogëve, për t'i dhënë mundësi studentëve që të aktivizojnë talentet dhe dijet, por dhe kuriozitetin e tyre intelektual për inteligjencën artificiale. Kreu i qeverisë e vuri theksin te procesi ndërkombëtarizimit të universiteteve. Ai kërkoi më shumë përpjekje për të sjellë realitetet e reja akademike nga jashtë Shqipërisë dhe më shumë përpjekje nga ana e universiteteve për t'u hapur drejt botës.